Çlilimtarja, vajza e ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqit, i ka dhënë fund beqarisë, por fejesa e saj nuk është një fejesë e zakonshme. Ajo u bë në Hag, në qelin e të Atit, i cili po mbahet në paraburgim për gati 6 vjet. 2 muaj më parë, i fejuari i çlirimtares, Roni, udhëtoi në Hag për të takuar Jakub Krasniqin. Atje, në qendrën e paraburgimit, ai i kërkoi dorën e bijës dhe mori bekimin e tij. Dhe më 17 maj 2026, fejesa u zyrtarizua. Vëllai i çlirimtares, Altin Krasniqi, e ka ndarë këtë lajm të gëzueshëm me publikun përmes një postimi emocionues në Facebook. I kaluam këto 6 vite mes dhimbjes dhe gëzimit, dhimbje për mungesën e babit, por her pas here, arritëm që t'i dërgonim çaste lumturie, me të arriturat tona profesionale dhe familjare, ka shkruar ai. Por mes rreshtave të tij, lexohet edhe dhimbja. Duke uruar dhe shpresuar që kjo të jetë hera e fundit që detyrohemi ta ndajmë gëzimin mes 2 shteteve, ka shkruar Altini, duke ju referuar faktit se jati i tyre, Jakub Krasniqi, është i burgosur në Hag. Ky lajm i gëzueshëm për familjen Krasniqi vjen në një kohë kur ish-krerët të UÇK-s presin vendimin e gjykatës speciale. Jakub Krasniqi, së bashku me Hashim Thaçin, Kadri Veselin dhe Recep Selimin, janë duke pritur që më në fund drejtësia të flasë. Pavarësisht vështirësive, familja Krasniqi ka treguar se jeta vazhdon dhe se gëzimi mund të gjendet edhe në momentet më të vështira. Çlirimtarja dhe Roni tani kanë filluar një kapitull të ri në jetën e tyre, duke shpresuar se së shpejti do të jenë në gjendje ta ndajnë këtë gëzim me babain e saj jo përmes xhamit të burgut, por në liri, në Kosovën e tyre të lirë. Altin Krasniqi e kanë përmbyllur postimin e tij duke uruar për kthimin e babait dhe të shokëve të tij në Kosovë, duke i uruar çiftit të ri ta gëzojnë jetën së bashku. Ndërsa bota pret vendimin e speciales, kjo fejes mbetet një testament i forcës dhe shpresës, një familjeje që nuk është dorëzuar kurrë.